Mirëmëngjes në hapësirën informative të edicionit qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Kassandra Pali dhe së bashku do të jemi në minutat në vijim. Departamenti i Shtetit i periudhës së re Trump ka dhënë për herë të parë sinjalin se si do të sillet me listën non grata. Sekretari Marco Rubio ka reaguar ashpër ndaj kreut të Republikës Srpske Milorad Dodik, duke akuzuar se po nxit tension të ri në Bosnjë Hercegovinë. Deklaratat e Rubios janë vazhdim i qëndrimit të pararendësit të tij, Antony Blinken, ndaj Dodik, i shpallur non grata pothuajse në të njëjtën kohë me Sali Berisha. Politikanët e shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan kanë marrë një shuplag nga administrata e re e Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, akuzoi presidentin serb të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, se me veprimet e tij po destabilizon vendin. Qeveria jonë u bën thirrje liderëve politik në Bosnjë-Hercegovinë për t'u angazhuar në dialog konstruktiv dhe të përgjithshëm. Ne u bëjmë thirrje partnerëve tanë në rajon të bashkohen me ne për ta kundërshtuar këtë sjellje të rrezikshme dhe përshkallëzuese. Dodik, i cili disa muaj më parë festoi ardhjen e Trump në pushtet, e kuptoi mesazhin dhe akuzoi për herë të parë administratën e re. Ai gabon kur e thot këtë. Do të ishte mirë të lexonte se çfarë po ndodh këtu dhe jo thjesht të pranoj narrativat e reme të krijuara nga administrata e Biden. Njëjtë si Dodik, edhe Sali Berisha është non grata në Ballkan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje ashtu si lideri serb në Bosnjë-Hercegovinë, prej 5 muajsh feston fitoren e Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke premtuar se do të bëhet si ai në Shqipëri. Eksponentë afër Berishës kanë paralajmëruar gjithashtu heqjen e non gratës nga Trump. Ashtu si Dodik, edhe doktori ka sulmuar më herët Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbetet të shihet, a do e sulmojë edhe Trumpin nëse nuk i plotëson dëshirën. Berisha do të shkojë në bankën e të akuzuarve për vrasjen e Kosta Trebickës. Familjarët e biznesmenit do të padisin doktorin Shkëlzenin dhe Agron Kuliçin. Në ABC News, avokati Dajet Beqiri tregoi letrën që i ka ardhur nga motra e një prej dëshmitarëve të ngjarjeve në Gërdec, ku akuzon Berishën për vrasjen e Trebickës. Berisha do ketë probleme edhe për pagesat e majme ndaj konsulentit amerikan. Avokati tha se Berisha e ka paguar $50 milion, 48 prej tyre ja ka dhënë në dorë. Familjarët e Kosta Trebickës, një nga dëshmitarët e ngjarjeve në Gërdec, do të ngrenë padi penale për vrasje ndaj Shkëlzen Berishës, Sali Berishës dhe Agron Kuliçit, pasi ndjerin nuk ka humbur jetën në aksident. Kështu tha në ABC News avokati Dajet Beqiri. Do të ngrej padi penale për vrasje në rrethana të cilësuara të vllait saj, motra do ta ngreri. Ndaj Sali Berishës, ndaj Shkëlzen Berishës, ndaj Agron Kuliçit edhe organizatës tyre kriminale që ekzekutuan Kosta Trebickën. Dhe ajo është e gatshme dhe ka thënë që kemi kërkuar prej kohësh që të bëhet autopsia e vllait, po vetëm të dali kush e qelloi atë në ball. Thirrjet e Berishës që fëmijët të braktisin shkollat, por edhe protesta e thirrur nga ai për mbylljen e platformës TikTok, janë një presion që doktori po i bën drejtësisë për të mos hetuar dosjet e nxehta si shpërthimi në Gërdec, ku ai dhe familjarët e tij janë të përfshirë. Avokati tha gjithashtu se edhe konsulenti amerikan Lachivita për fushatën zgjedhore të Berishës do të ketë probleme me drejtësim pasi ka një kontratë zyrtare me Berishën $2 milion, ndërsa në dorë ka marrë edhe $48 milion të tjera, para që nuk janë deklaruar dhe nuk dihen se çfarë burimi kanë. Do të dëgjoni shumë shpejt që Lachivita deri në prill do ketë frym në Shqipëri, por pas prillit Lachivita do përgjigjet atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një krim shumë të rëndë, për një korrupsion jashtëzakonisht të rëndë, për para të pista që mori nga Shqipëria, sepse kontratën e ka bërë vetëm për $2 milion, kurse ka marrë në dorë, në xhaket $48 milion. Ka marrë nga Sali Berisha. Janë lekët e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, janë gjaku jonë. Edhe pse Berisha tha se paratë e tij janë të kristalta, akoma nuk ka një deklaratë publike apo të dorëzuar në institucionet përkatëse një kopje e kontratës që ai ka me Lachivitën. Por nëse paratë e tij janë të pastra dhe nëse shuma e kontratës me Lachivitën shkon në miliona $, ai justifikon Partia Demokratike deklarimin në Komisionin Qendror Zgjedhor kurdo që ai mund të bëhet, dhe nëse SPAK akoma nuk ka filluar një hetim për këtë. A janë këto deklarata publike, indicje që SPAK ta bëjë një gjë të tillë?
Far West rikthehet në gjirin e të djathtës, sigurisht në version komik. Lulzim Basha ka blerë një lojtar të njohur të komedisë politike shqiptare dhe ja ka vënë përballë Sali Berishës. Eduard Ndocaj, ish deputet socialist, i bëri njohur për kapelen e tij prej kauboj, tani është bërë euroatlantik dhe ka ftuar doktorin në duel politik. Lulzim Basha, i mbetur vetëm drejt zgjedhjeve të 11 majit, po tenton të futet mes Far Westit të koalicionit Sali Berishës përballë Edi Ramës, pasi doktori e la jashtë lista dhe nuk e ftoi me sherifat e tjerë të koalicionit madhështor, Basha do e sfidoj babain e tij politik me një kaubojs origjinal, Eduard Ndocaj. Je shumë vonë, zoti Berisha, vetëm një kaubojs ka Shqipëria. Nuk të bën dot fitus një kapele, zoti Berisha. Koherenca të bën fitus. Fitus do të jetë grupi i demokratëve Euro-Atlantik në çdo cep Shqipërisë. Ju garantoj se zoti Basha do jetë kryeminist i jashtëm. Fitore dhe rrof Shqipëria dhe demokracia. Përpos përpjekjes, Basha edhe në këtë zgjedhje nuk është origjinal, pasi ish deputeti kaubojs ka qenë një eksperiment i dështuar i Edi Ramës. Në Vlorë, Basha i ka vjedhur Idrizit dhe Berishës deputetin Çam Gizim Ademaj, ndërsa në Berat ka marrë Shemsi Prençin, rekordmenin e ndërimit të partive. Vet Basha do të kryesoj listën e Tiranës, por jo si kryetar. Partinja ka lënë Endri Hasës, të cilin e përdor sa herë për veprime që nuk i kryen dot me dorën e tij. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përdiqoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Prej disa javësh, monumenti i heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu është mbuluar. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka sqaruar arsyen përmes një postimi pas hipotezave të shumta që kanë qarkulluar. Kreu i qeverisë shkruan se monumenti është veshur me skeleri sepse po i merren format për realizimin më pas të një kopjeje të tij e cila do vendoset në sheshin Gjergj Kastriot Skënderbeu në Paris. Pas një përpjekje diplomatike të gjatë dhe të suksesshme, pikërisht sepse sot Shqipëria dëgjohet me respekt, kemi arritur të marrim miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e heroit ton kombëtar në një shesh të Parisit. Me emrin e tij, shkruan kryeministri. Rama shton mëtej se për punë ditësh skela do të hiqet. Një aksident ka ndodhur mesditën e kësaj të diele në aksin rrugor Lezhë-Shkodër si pasojë e përplasjes të 3 automjeteve në afërsi të kryqëzimit të Kakariqit, mbeti e lënduar një grua e plagosura është dërguar menjëherë me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe nën kujdesin e mjekëve. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, ndërsa në vendngjarje mboriti edhe policia për të kryer hetimet lidhur me zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. I bon tregtimi të vitë. Në tret me katër heroi blu dhe blu. Vetëm të është profesor Premier League. Një person i armatosur përplas me autoritetet pranë shtëpisë së bardhë. Nga shkëmbimi i zjarrit, autori ka mbetur i plagosur rënd, ai kishte ardhur nga Indiana, por nuk dihet nëse incidenti ka të bëjë me atentatin e radhës ndaj Trump, shqetësimet për cilin kanë qenë në rritje pas 2 atentateve gjatë fushatës. Gjatë momentit të shtonave, Trump nuk ndodhej në shtëpinë e bardhë. Një incident ka ndodhur pranë shtëpisë së bardhë ku një burr i armatosur u qellua nga agentët e shërbimit sekret. Ngjarja ndodhi pas mesnatës të së dielës dhe dyshimet janë se burri në fjalë kishte ardhur nga Indiana. Askush tjetër nuk u plagos nga të shtonat që ndodhen rreth një blok larg nga shtëpia e bardhë, sipas një deklarate të shërbimit sekret.
Gjatë momentit të shtënave, presidenti Donald Trump nuk ndodhi në shtëpinë e Bardhë, por në Florida. Shërbimi sekret mori informacion nga policia lokale për një individ që dyshohej se kishte armë, i cili po udhëtonte nga Indiana dhe i gjeti makinën e burrit dhe një person që përputhej me përshkrimin e tij aty pranë. Ndërsa oficerët u afruan, personi në fjalë nxori një armë zjarri dhe pasoi një konfrontim i armatosur gjatë të cilit u qellua nga personeli ynë, tha shërbimi sekret në një deklaratë, por u dërgua në spital, por shërbimi sekret tha se nuk dihet si është gjendja e tij. Departamenti i Policisë Metropolitane do të merret me hetimet për shkak se të shtënat janë përfshirë oficerë të zbatimit të ligjit. Shqetësimet për sigurinë e presidentit Donald Trump kanë qenë në rritje që prej fushatës së tij, ku u shpëtoi 2 atentateve. Mbi 1000 viktima është bilanci i përplasjeve mes forcave qeveritare dhe besnikëve të Asad. Luftimet vazhdojnë prej ditësh, sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit me qendër në Britani. Energji elektrike dhe ujë u ndërpre në disa zona, ndërsa sulmet janë shënuar ndaj civilëve të pafajshëm, përfshirë gratë dhe fëmijët. Presidenti i përkohshëm u ka bërë thirrje kryengritësve të rrëzuar nga pushteti që të dorëzojnë armët sa më parë. Numri të vdekurve nga përplasjet mes forcave siriane të sigurisë dhe besnikëve të presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad është rritur në më shumë se 1000. Ky është një nga aktet më vdekjeprurëse të dhunës në vend në më shumë se një dekadë, sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit me qendër në Mbretërinë e Bashkuar. Grupi tha se përveç gati 750 civilëve të vrarë, kryesisht nga të shtënat nga një distancë afërt, u vranë edhe 125 forca qeveritare të sigurisë dhe afër 150 militantë me grupe të armatosura të lidhura me Asadin. Monitoruesi i luftës shtoi gjithashtu se energjia elektrike dhe uji i pishëm u ndërpren në zona të mëdha rreth qytetit bregdetar perëndimor të Latakias. Përplasjet që filluan të njëjtën shënuan një përshkallëzim të madh në sfidën ndaj qeverisë së re në Damask, 3 muaj pasi kryengritësit morën autoritetin pas largimit të Asad nga pushteti. Në një deklaratë të përbashkët, patriarkët e krishterë të Sirisë thanë se vendi ka dëshmuar një përshkallëzim të rrezikshëm të dhunës, brutalitetit dhe vrasjeve, duke rezultuar në sulme ndaj civilëve të pafajshëm, duke përfshirë gra dhe fëmijë. Qeveria ka thënë se ata po i përgjigjen sulmeve nga pjesa e mbetur e forcave të Asadit dhe fajsoi veprimet individuale për dhunën e shfrenuar. Vrasjet akmarrëse që filluan të premte nga persona të armatosur musliman sunit, besnik ndaj qeverisë dhe kundër anëtarëve të sektit Pakis Alavit të Asadit, janë një goditje e madhe për Hayat Tahrir al-Sham. Alavitët përbënin një pjesë të madhe të bazës mbështetëse të Asadit për dekada. Vetëm disa ditë pasi Kina u tregua e gatshme për çdo lloj lufte me SBA, Pekini ka ndërmarrë hapa konkrete duke rritur buxhetin për mbrojtjen në $253 miliard. Shpenzimet do përdoren në përmirësimin e sistemeve të mbrojtjes dhe sulmit dhe trajnimin ushtarak. Kina dënoi ndërhyrjen amerikane në Tajvan duke cilësuar si çështje të brendshme në javët e fundit. Rivaliteti mes SBA-ve dhe Kinës është rritur pas vendosjes së tarifave nga Trump. Kina ka rritur shpenzimet e mbrojtjes për vitin 2025 në $253 miliard, 7.2% më shumë se viti i kaluar. Një zëdhënës i ushtrisë tha se rritja shpenzimeve do të përdoret kryesisht për të zhvilluar forca të reja me aftësi të reja luftarake dhe për të përmirësuar sistemet për sulme të përbashkëta, mbështetje në fushën e betejës dhe mbështetje të integruar logjistike. Shpenzimet do të përdoren gjithashtu për përmirësimin e trajnimit ushtarak në kushte luftarake dhe për thellimin e mbrojtjes kombëtare dhe reformës ushtarake. Arsyetimi për këtë rritje ishte se Kina po përballet me një mjedis më kompleks sigurie në botë dhe rivaliteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur. Sipas zëdhënësit të forcave të armatosura, ushtria kineze përballet me sfida të rëndësishme në mbrojtjen e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial. Ai madje paralajmëroi se sa më shumë rritet përpjekje për pavarësinë e Tajvanit, aq më ashpër do të jetë përgjigjja e Kinës. Kina dënoi ndërhyrjen amerikane duke thënë se çështja e Tajvanit është një çështje e brendshme e vendit. Ky veprim i Kinës vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump ka bërë disa herë thirrje që si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe Kina e Rusia të ulin shpenzimet e mbrojtjes. Megjithatë, Kina mban vendin e dytë për shpenzimet më të mëdha ushtarake, pasi janë pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Buxheti i propozuar ushtarakit të cilëve për vitin 2025 është $850 miliard. Gjatë orëve të fundit, shëndeti i Papa Franceskut është përmirësuar. Vatikani njofton se ati i shenjtë po i përgjigjet të mirë trajtimit për pneumoninë e dyfisht dhe ka treguar një përmirësim gradual. Ky e diel është e 4-ta që kreu i Vatikanit nuk po merr pjesë në lutje.
Gjendja shëndetësore e Papa Franceskut është përmirësuar. Vatikani tha se ati i shenjtë po i përgjigjet mirë trajtimit për pneumoninë e dyfisht dhe ka treguar një përmirësim gradual të lehtë ditët e fundit. Bergoglio kaloi një natë të qetë në spitalin Gemelli në Rom, ku po qëndron prej më shumë se 2 javësh. Për të dielën e 4 me radhë, Papa nuk merr pjesë në lutje. Megjithse Vatikani shpërndau tekstin që Papa do të kishte lexuar në mesh, nëse do të ishte i pranishëm. Papa Argjentinas ka sëmundje kronike të mushkërive dhe i është hequr një pjesë të njërës mushkëri kur ishte i ri. Gjendja e tij ka mbetur e qëndrueshme pa ethe dhe nivele të mira oksigjeni në gjakun e tij për disa ditë, raportuan mjekët. Papa Argjentinas nuk është parë në publik që nga shtrimi në spital. Mungesa e tij më gjatë largësyret të publikut, që nga fillimi i papatit të tij 12 vjet më parë. Mjekët e Papës besojnë se ai ka të ngjarë të përballet me një rrugë të gjatë drejt rikuperimit, për shkak të moshës dhe historisë së tij mjekësore. Njëri ka zgjedhur që të protestojë në një mënyrë të pazakontë teksa hipi në kullën e orës Big Ben me flamur palestinez, i riu arrestua nga policia britanike. Incidenti çoi në mbylljen e rrugëve përreth pallatit të Westminster në Londër. Protestat për Palestinën kanë marrë një tjetër formë dhe më e fundit ishte në kullën Big Ben të Londrës. Një burr u arrestua nga policia britanike pasi u ngjit në kullën e orës së famshme duke mbajtur flamurin palestinez. I zbathur dhe me flamurin në duar, ai arriti në një parvaz disa metra lart kullës dhe nuk pranoi të largohej nga aty. Personeli i urgjencës u ngjit disa metra dhe me megafon i bëri thirrje burrit të zbriste, por pa rezultat. Ekuipazhet e urgjencës u ngjitën në një vinç për të negociuar me të dhe përfundimisht ai zbriti rreth mesnatës. Incidenti çoi në mbylljen e urës Westminster, një nga daljet në stacionet e metros Westminster dhe rrugën e urës, ndërkohë një grup njerëzish aty pranë bën thirrje në mbështetje të Palestinës, por ata u detyruan nga policia që të lëviznin. Incidenti ndodhi në një kohë kur ka pasur protesta pro-palestineze në të gjithë Britaninë e Madhe. Paneli zgjedhor për ankesa ka rrëzuar kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për shfuqizimin dhe përsëritjen e votimit përmes postës së zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit. Vetëvendosja u thequr nga kryeministri Albin Kurti pretendoi në ankesën e saj se ka patur manipulim të procesit të votimit përmes postës. Në vendimin e saj, paneli zgjedhor për ankesa tha se vetëvendosja paraqiti ankesën e saj pas afatit ligjor për të paraqitur këtë kërkesë, e cila është 48 orë pas përfundimit të procesit të numërimit të votave. Vetëvendosja bëri ankesë mbrëmjen e 7 marsit, ndërsa numërimi i votave përmes postës përfundoi pas ditën e 4 marsit. Sipas vendimit, vetëvendosja ka të drejtë që të ankohet ndaj këtij vendimi në Gjykatën Supreme brenda 48 orëve. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përdiqoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Pranvera ka sjell turistë të shumtë në Sarandë, të rinj nga Europa dhe vende të ndryshme të botës vizitojnë Bregdetin shqiptar. Ata shprehen të kënaqur me ushqimin, ndërsa thonë se Shqipërinë e kanë parë në rrjetet sociale dhe kanë zgjedhur për të pushuar. Saranda është në përgatitjet e fundit për paraqeljes së sezonit turistik, ndërsa nga dita në ditë po rritet numri i vizitorëve të huaj. Me ardhjen e pranverës po shtohet numri i turistëve të huaj në Sarandë. Të rinj nga Europa dhe jo vetëm po zgjedhin gjithnjë më shumë Bregdetin e jugut shqiptar për të pushuar. Peizazhin e bukur natyror si dhe ushqimin përmendin ndër faktorët kryesor, sepse ata zgjedhin Shqipërinë për t'u shplodhur. Olga dhe Viktoria, dy të reja polake, e pan Sarandën në internet dhe u dashuruan menjëherë me të. Okay, we are from Poland. My name is Jemi nga Olga. Polonia, unë jam Olga dhe kjo është shoqja ime Viktoria. Kemi ardhur në Sarandë sepse këtu ka pamje të bukura, temperatura të mira dhe duam të kalojmë kohë në këtë pamje të mrekullueshme.
Pëlqyem më së shumti qytetin, plazhin dhe natyrën, edhe ushqimi është i shijshëm dhe i lirë. Në këtë kohë çdo gjë është më e lirë se sa në sezon dhe mund të ushqehesh shëndetshëm dhe mirë, më lirë se sa në Itali për shembull, ose edhe se në Poloni. Ndo nëse është fillimi i marsit, për turistët është mjaftueshëm ngrohtë, sa për të shijuar ujin e kristal të detit. Jam Kuba, unë dua të lahem në det kudo ku shkoj dhe sot është temperaturë e mirë, kështu që do të shijoj detin tuaj. Ti hëngrën pizza shumë të mira këtu, por mendoj se çmimet mund të jenë edhe më të lira. Do të qëndrojmë 4 ditë sepse do të kthehemi në Tiranë, sepse kemi shtëpi atje. Deri tani kam kujtime të mrekullueshme për këtë vend. Industria e turizmit në Sarandë është në përgatitjet e fundit përpara çeljes së sezonit turistik, ndërsa prezenca e turistëve nga të gjitha grup moshat ka vazhduar të ndihet. Kruja vizitohet në çdo periudhë të vitit, edhe pse ende larg sezonit veror, numri i vizitorëve ka ardhur gjithnjë duke u rritur. Turistët e huaj maniten nga natyra dhe nga historia e heroit ton kombëtar. Turizmi kulturor në Krujë nuk një sezon, është shndërruar në turizëm gjithvjetor. Muzeu Historik Kombëtar Gjergj Kastrioti dhe etnografik i hapur verën e vitit të kaluar konsiderohen ndër më të vizituarit në vend. Të huajt mahniten nga mrekullitë e natyrës, si dhe nga historia e heroit ton kombëtar Skënderbeu. Disa prej turistëve tregojnë vendet që kanë vizituar dhe përshtypjet mbretëlënëse që ju kanë lënë zonat turistike në vend, por jo vetëm. Kemi udhëtuar në të gjithë Shqipërinë, kemi shkelur në Tiranë, Pogradec, Drilon, pastaj shkuam në Gjirokastër, Sarandë në Ksamil. Pastaj u ngjitëm drejt Vlorës, Durrës, Berat dhe tani këtu. Na mungon Shkodra, por herës tjetër sigurisht. E imagjinoja ndryshe Shqipërinë, por dua të kthehem me motor herën tjetër. E kam këtë objektiv tani që e di ku mund të shkoj. Edhe malet dua t'i vizitoj. Në Shqipëri kam 5 ditë që kam ardhur, po qëndroj në Tiranë. Sot kam ardhur të vizitoj Krujën dhe më pas do të shkoj në Durrës. Vend shumë i bukur, ja vlen. Kemi përshtypje shumë të mira. Edhe pse ende nuk ka ardhur sezoni veror, numri i turistëve ka ardhur gjithnjë në rritje. Ky e favorizuar edhe nga kushtet atmosferike. Duhani dhe alkooli po plakin gradualisht trurin. Neurologët thonë se çdo ditë paraqiten 10 raste me patologji të agravuar, ku shumë prej tyre shtrohen në spital. Dëmtimet e trurit renditet të dyta në botë për shkallën e invaliditetit që shkaktojnë. Duhani dhe alkooli ndikojnë në plakjen e parakoshme të trurit. Këto dy faktorë bashkë me mbipeshën dhe jetën sedentare rrisin shanset për të prekur nga probleme neurologjike në moshë të re. Sigurisht që përdorimi i cigares 5 deri në 10 cigare në ditë mbi 1 deri në 3 vjet ndikojnë rëndësishëm në patologji neurologjike, apo përdorimi i 100 ml alkool, nuk ka rëndësi forma e alkoolit, për një periudhë kohore që shkon 3 deri në 5 vjet, bën ndryshime të rëndësishme strukturore në neuronet e trurit. Është një ndër faktorët e riskut, sigurisht që ndikon me disa mekanizma, veçanërisht me mekanizmin e humbjes cilizore dhe vdekjes cilizore dhe veçanërisht ndryshimin e metabolizmit të lipideve dhe duke sjellë që sjell ndryshime strukturore neuronale, sjell patjetër dhe humbjen cilizore dhe atë që quhet plakjen e trurit. Në shërbimin e neurologjisë në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, mjekët kryejnë deri në 40 konsulta dhe shtrojnë në spital deri në 8 persona në ditë. Mes tyre dhe 40 vjeçar dominojnë patologjitë vaskulare dhe ato neurodegenerative. Ku te patologjitë vaskulare, kryesisht ishemit dhe hemorragjit, ajo tendencë që vëmërene është jo vetëm në moshat e treta, mbi moshën 65-70 vjeç, por veçanërisht edhe në moshat të reja të 40-45 vjeç. Njëkohësisht, ndërkohë kemi numër shumë të lartë pacientësh të cilët diagnostikohen me patologji neurodegenerative, siç është kryesisht demenca e Alzheimerit apo sëmundja e Parkinsonit, infarktet dhe hemorragjitë e trurit. Kjo është një ndër patologjitë më të rëndësishme që ISBUR-i deputon në mënyrë të menjëhershme. Pra kur kemi paralizë të dorës, të këmbës, problemet shikimit, problemet e ekuilibrit, vështirësinë të folur, vështirësinë të kuptuar, vështirësinë të gëlltitjes, minimalisht bën 5, 7, 8 shtrime në ditë, ndërkohë që kemi dhe pjesën e konsultave tek urgjenca. Mjekët e rojë që referojnë çdo mëngjes, minimalisht thonë 20, 30, 40 konsulta vlerësime neurologjike për një patologji akute apo jo.
Dëmtimet e trurit janë të përhershme. Ato renditen të dytat në botë për shkallën e invaliditetit që shkaktojnë. Koha e trajtimit në spital sipas mjekëve është vendimtare për të reduktuar dëmet. Do ndjekim tani historinë frymëzuese të 30 vjeçares Kristiana Ali përballja me leuqeminë e lagj gjithë jetën në një karrige me rrota, por kjo nuk e ndaloi as pak që të mbaronte universitetin, të punësohej dhe të krijonte një familje. Jeta e ka sprovuar, por Kristiana Ali sfidave ju ka buzëqeshur. Ishte vetëm 6 vjeç kur fati e përballi me sëmundjen e rënë të leuqemisë, për të cilën prindërit vendosën ta kuronin jashtë vendit. Pas një viti trajtim me kimioterapi në një nga spitalet e Italisë, Kristiana doli fitimtare ndaj betejës me sëmundjen, por terapia la efektet anësore të saj i pamundësoi lëvizjen. Sëmundja ime në fakt i ka rënë që prej shumë vitesh, tashmë që prej 23-24 vitesh. Mbas një periudhë kohe thuajse një vjeçare që kam bërë kimioterapinë, një pjesë e kimioterapisë më ka dhënë efekt anësor paralizën. Kam qenë fillimisht tetraplegjike, pra nuk mund të lëvizja absolutisht asgjë. Kam qëndruar një farë kohe vetëm shtrirë dhe më pas me atë fizioterapisë jam munduar që të rikthej pjesën e sipërme të trupit. Ajo sot është 30 vjeç dhe prej më shumë se sa 2 dekadash lëviz vetëm nëpërmjet karriges me rrota. Ishte në klasën e parë kur u paralizua, ndaj dhe mësimin u detyrua ta ndiqte në shtëpi. Në fakt, kur jam paralizuar, unë kam qenë në klasë të parë, sapo kishte mbaruar semestrin e parë të klasës së parë, dhe në atë moment ndryshoi totalisht gjithçka, sepse më duhej që të qëndroja shtrirë, nuk mund të frekuentoja shkollën si më parë, dhe në atë kohë mbaj mend që merrni mësuese në shtëpi. Dhe në vazhdova shkollën në shtëpi, mbylla klasën e parë në shtëpi. Dëshira për të ecur përpara ishte më e fortë se dhimbja që i kishte shkaktuar sëmundja. Me vullnet dhe punë, Kristiana ja doli të diplomohet për drejtësi. Vendosa që të ndjek studimin në drejtësi për shumë arsye, sepse mendoja që duhet të kisha një profesion që le të them më siguronte jetën, sepse të jesh në një karrige me rrota sot është shumë e vështirë për të gjetur një punë. Integrimi në punë nuk ishte i lehtë për 30 vjeçaren nga Tirana, por pas shumë sakrificave, ja doli të punësohet si specialiste në një institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës. Pamundësia fizike nuk e ka ndaluar kurrësi as të krijojë familje. Kristiana e ka gjetur dashurinë e jetës nga Koreja e Jugut dhe fryti i dashurisë së tyre është një djalë 2 vjeç. E kam dëgjuar shpeshherë këtë pjesën që dikush që është me karrige me rrota ose dikush që ka një aftësi të kufizuar nuk është i aftë për të krijuar një familje apo për të mbajtur një familje. Kam qenë gjithmonë kundër kësaj gjëje, por unë kam krijuar familjen time. Unë jam e martuar tashmë prej 3 vitesh. Im shoq në fakt është i huaj, nuk është shqiptar. Jemi njohur gjatë periudhës së punës. Dhe gjatë periudhës së karantinës kemi një djalë të vogël, 2 vjeç. Ajo sot ndihet e përmbushur dhe shumë krenare për gjithçka që ka arritur, e megjithatë tregon edhe pengun e jetës, si dhe dëshirën e parealizuar. Është sigurisht e vështirë sepse nuk e rris dot fëmijën tim ashtu siç dua unë. Domethënë, sigurisht bëj më të mirën, por më mungon ato momente që nuk mund të dal dot për dorë me djalin tim. Nuk mund të ndjek, domethënë diku ku ai shkon në një lodër apo te një shok, te një moshatar i tij. Pavarësisht se si në ndihem e lumtur, si grua ndaj partnerit ndihem shumë e lumtur, ndihem një familjar e lumtur. Në vetveten time më mungon diçka. Sigurisht është aftësia e kufizuar që nuk më lë të jemi 100% e lumtur. Dhe në qoftë se kjo gjë realizohet realisht, në atë moment do jam njeriu më i kompletuar në jetë. Trajtimi i problemeve të shëndetit mendor nuk mbetet sfidë vetëm për bluzat e bardha, por edhe për familjarët që përballen me këto sëmundje. ABC News sjell rastin e një nëne nga Dibra që jeta e ka sprovuar me këtë sëmundje tek djali i saj për më shumë se 30 vite. Nën Majlinda tregon kalvarin e vuajtjeve në përdyert e spitalit në trajtimin e djalit. Me të ka biseduar gazetarja Joana Çallaku. Prindërimi nuk është i lehtë, por mënyra se si jeta të sprovon me të është unike për secilin.
Për Majlindën nga Dibra, vështërsitë të qenurit nën nisën që pas humbjes së bashkëshortit në moshën 32 vjeçare, si pasojë një aksidenti në punë. Djali e tij 7 vjeç, 93 pas punë. Edhe unë s'kam fuqi, nuk kisha fuqi tipin për shkallëve të shkët në 4 bashkë. E që për shokë martë. Humbja e kryefamiljarit nuk ishte një sprovë rëndë vetëm për Majlindën në rritjen e 4 fëmijëve, por edhe zanafille e kalvarit të sëmundjes së djalit të tyre Arbenit. Humbja e babait Arbenit 10 vjeçar në atë kohë gradualisht i rëndoi gjendjen psikologjike dhe emocionale, derisa në moshën 17 vjeçare u diagnostikua me probleme të shëndetit mendor. Është smu, nga Maraku t'jatit se ka vdek i jati 34 vjeç, aksident një burus. Edhe ki ka pas më shumë ka qënë i dhëmë me t'jatin e jati me këtë dëshin në një tjetër më shumë. Që moshe ishte kur i vdiqi jati? Ki ka qënë në plest 4. E mamin, kurse gocat gocat kanë qënë njëna gotë 6 vjeç, e malje ma pak men, edhe dyta se ma ka qënë 4, kurse vogla se ma fare men, se aje ka qënë 2 vjeç e gjysëm. Arbeni sot është 47 vjeç, ndërsa 2 vitet e fundit i ka kaluar i shtruar në spitalin e psikiatrisë në QSOT, ndërsa nën Majlinda me lot në sy tregon kalvarin e vuajtjeve me të birin. Nuk kanë qenë të ralla rastet kur Arbeni për shkak të rëndimit të skizofrenisë e ka dhunuar nënën e tij, por jo vetëm. Në ka dhunuar kretë shpijis ma, unë jam e dam të me në krah. Më se krah, jam me shqip me 7 pen në kokë, se nuk kuptohet në e si shbon, nuk kuptohet. E kom prun këtu, ja kanë me ko doktorët e në bije, kurse në shpi nuk mi pinë. S'ma bën mjekimi në shpijaj. Pas ka që shumë vuajtjesh dhe me zemër të coptuar, Majlinda e kujton të birin si një djalë të qetë dhe ekselent me mësime, për të cilën ka dhe pengu në jetës që nuk mundi të shkollohej, për të realizuar edhe ëndrrën familjarore. Ai ka qenë i stjellshëm, i mirë, i dashur, mësote, e dëshin kretë gjas. Djali ishte fillish vitin e parë gjimnaz, dhe ti mami unë dhe bëj shkollat, e dhe të bëj dokumentat, dhe të shkoj në shkollë të lartë, si të marrë shkollë me mesme. Djali për fat keq mos mund vit 3 gjimnaz. Kur ishte fëmijë, çfarë fliste, çfarë kishte dëshirë të bëhej? Të bëhej doktor, kishte shefin ai. Mjek. Historia e Majlindës është ndër ata histori të ralla ku na dëshmon më së miri sakrificën dhe pagjumsinë e një nëne për të rritur të vegjëlit e saj. Ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë do takojmë sërish edhe me edicionin e fundit në orën 23. Qëndroni me ABC.